Kjo duhet parë edhe në kontekstin më të gjerë gjeostrategjik, në udhëtimin e fundit të presidentit Trump në Kinë. Shumë kush e interpretoi si një shenjë dobësie. Presidenti Trump e pranoi Kinën, i hapi derën Kinës në bisedimet midis superfuqive, dhe shumë kush e interpretoi cekazin gjykimin tim si një shenjë dobësie e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Disa janë objektive, Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk janë më shteti dominues. Kina ka një ekonomi shumë të zhvilluar, është duke zhvilluar në mënyrë shumë të shpejt ushtrinë dhe ka zhvilluar tani më që përveç në ndeceve në çdo aspekt tjetër ushtarak është barabar ose ka më shumë asete se sa Shtetet Bashkuara të Amerikës e të tjerë, por Kina gjithashtu përballet me dobësi strukturore, ekonomike, është një ekonomi që varet nga eksportet, ndaj dhe Kina është detyruar të projektojë shumë më tepër fuqi se sa janë të detyruar Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe mbi të gjitha Kina ka nevoja jetike, energjetike, të cilat nuk i plotëson dot brenda, ndërkohë që Shtetet Bashkuara të Amerikës jo vetëm i plotësojnë nevojat e tyre, po janë sot për sot shumë pak njerëz e dinë shteti që prodhon më shumë naftë dhe gaz në botë. Për te faktit që ka disa dobësi strukturore edhe ekonomia amerikane dhe në politikën amerikane ka ndasit më dha, nuk janë më të pakta ndasit edhe në politikën kineze, nuk janë më të pakta dobësit edhe në ekonominë e Kinës, ndaj duhet parë me pak më tepër sofistikim çështja e marrëdhënieve Kinë-Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po sido që të jetë kjo pjesë, kjo është vetëm background-i kur i thon. Për sa na përket ne, ajo që na intereson në Shqipëria, ne jemi një shtet i vogël që gjithmonë kemi bërë pjesë në diskutimet e ndarjet e zonave të influencës. Shtet i vogël, por pika e mjaltit që tha Rama, me që bët lidhjen me Kinën. Të lutem mos i vendos këto që them unë në të njëjtën fjalim atë çka thot kryeministri i Shqipërisë, sepse nuk dua të kem asnjë lloj asociacioni të tillë, asnjë lloj ndërlidhje të tillë. Zoti Rama flet për interesat e Parisë Tiranës, zoti Rama ka hallin e mbrojtjes së vjedhjes së vet, vjedhjes së familjarëve të vet, ka hallin e vjedhjes që kanë bërë qeveritarët e vet. Ka hall të mbrojë dhe vjedhjen e Sali Berishës, si duhet edhe Sali Berisha. Ka hall të mbrojë dhe djalin dhe vajzën e Sali Berishës, edhe Ilir Metën, cilin e ka futur në burg për ta thyer. Para ardhjes së generalit, të tre janë në rregull, sepse 2 marrëveshje për 7 ditë u përshëndetën sa brenda burgut sa jashtë burgut. Kështu që generali gjen në paqe. Jo vetëm aq, po unë këtë e kam thënë me kohë dhe më vjen keq që më duhet të bëj beluli në këto çështje, po është një diçka që realisht duhet kuptuar. Paria e Tiranës nuk ka pasur kurrë atë ndasi që duket në media, atë ndasin që ata zihen natën nëpër televizione apo i shajnë gratë njëri tjetrit, shkojnë deri në pikë ku duket sikur përplasja është personale. Këtë ata e kanë teatr, këtë e kanë cirk. Nën Rogoz, ata kanë qenë gjithmonë bashkë, vazhdojnë të jenë gjithmonë bashkë, janë jashtëzakonisht shumë kompakt në përballimin e këtij halli që ju ka rënë, dhe halli që ju ka rënë është që kanë dorëzuar linfën e shtetit, ja kanë dorëzuar Shtetet Bashkuara të Amerikës drejtësinë, dhe janë duke rezistuar deri në fund. Ka filluar një fushat, ka 2 vjet e gjysmë që ka filluar një fushat jashtëzakonisht shumë e egër kundër Shtetet Bashkuara të Amerikës, është një fushat mediatike, është një fushat politike, është një fushat ligjore. Pra janë përgatitur ligje të cilat janë bërë gati, janë negociuar me dispalve, dhe ky ashtu quajtur konsensus aktual që ndaloi protestat Molotov-hetse, që ishin cirk fars për çdo që kishte sy në ball, që i bëri miq këta që ziheshin në parlament dhe që hidhnin shashka dhe që hidhnin tymçe dhe që bënin fortin përpara podiumeve. I bëri bashkë, gjithë votojnë gjithë bashkë tani, gjetën edhe zgjidhjen për sistemin zgjedhor, ndërkohë që paradoksi është që ne shqiptarëve na jepet një gjell që nuk do ta hanin as qend në një vend të zhvilluar. Pra na thuhet që na u vodhën zgjedhjet, por ne do të bëjmë marrëveshje prapë me ata që i vodhën. Humbëm zgjedhjet, por na i vodhën.
Domethënë është një paradoks që nuk ta beson asnjë fëmijë. Megjithatë ne na shërbehet si e vërtetë dhe ka njerëz që me pasion të thellë e besojnë këtë dhe dalin edhe e mbrojnë publikisht edhe njerëzit merren me njëri tjetrin dhe është një gjendje absurde, një marrëzi kolektive që është e pashpjegueshme deri në një pikë për te faktit që ka një propagandë. Mund të konvergjojnë interesat amerikane me ato shqiptare që të përfitojmë dhe ne nga ato 4 pikat e planit të ambasadorit për të na shpëtuar nga kjo? Varet nga ato çka do të tregoj populli shqiptar si prioritetet veta. Unë mendoj që populli shqiptar duhet ta lërmënjan ose ta largoj, më mirë të themi, këtë pari anti-shqiptare e cila është duke punuar fort për të ruajtur interesat e veta. Fatkeqësisht sot nuk kemi asnjë pjesë brenda sistemit politik, asnjë parti, asnjë grupim politik të përfaqësuar i cili sot mbron interesat e shqiptarëve. Ambasadori, siç e kam thënë në një postim tim në Facebook, vjen për të mbrojtur interesat e Amerikës. Amerika është një vend kyç aleat i shqiptarëve, por Amerika ka interesat e veta. Kushdo që beson që do të vijë ambasadori dhe do të na shpëtojë, kam një kull të madhe që është në Paris që e kam pronësi që dua t'ja shes për $1 miliard, nëse duan ta blejnë quhet kulla Eiffel. Nëse besojnë që do t'i vi ambasadori dhe do t'ju ja japë në dorë, nuk ka nevojë të shkojnë shumë mbrapa, mjafton të shohin se çfarë ndodhi në vitet 95, 96, 97, kur mbas trazirave që ishin pothuajse vdekjeprurëse për kombin shqiptar, pra është gjëja e fundit që duhet ndodhë në Shqipëri, por që në atë kohë me shërbimet greke, me shërbimet serbe, me shërbimet e gjysmës botës u projektuan dhe ndodhen. Mbas asaj, Paria e Tiranës u lejua që të vazhdoj punën, u rikrijuan edhe një herë po të njëjtat struktura dhe vazhdoi vjedhja me emra të tjerë, domethënë, ndoshta pak më serioze në atë fillim, po pastaj degeneroi çdo gjë, pra ndryshoi pushteti, por nuk ndryshoi struktura e pushtetit. Mund të iki një emër dhe njerëzit që kanë urrëtie, se shumica e njerëzve kanë një urrëtie të brendshme, shumë për edhe atyre që e votojnë Edi Ramën, nuk e duan fort, se arroganca, mënyra se si sillet ndaj shqiptarëve, dalja hapur që nuk i do shqiptarët, njëjta gjë dhe me Sali Berishën, i cili tani më është bërë qesharak në këtë moshë të thyer, dhe të gjithë të tjerët që janë karagjos politik, erdhi iku njëri dhe na e mbushi zemrën me gëzim sepse e hodhëm këtë qelbësirë dhe erdhi një qelbësirë tjetër, nuk ndryshon gjë për shqiptarët nëse nuk ndryshon sistemi. Pra duhet rikonceptuar mënyra se cili është shteti i shqiptarëve, kujt i shërben, kush pranohet, cilat janë standardet për të bërë pjesë e shtetit për drejtuar shqiptarët, dhe të gjitha këto duhet të transformohen rrënjësisht, dhe këtë mund ta bëjnë vetëm njerëzit, duke e braktisur një herë për gjithmonë këtë pari kriminale, hajnore dhe anti-shqiptare. Ju e përmendet pak më lart që jemi një pikë e rëndësishme dhe një strategjike edhe aleancë, sepse jo vetëm me aeroportin në Kuçov, por edhe me Porto Romanon, që edhe generali e përmendi në pikat që